Policia kufitare ka goditur 2 raste të tentativës për kalimin e shumave të konsiderueshme parash pa deklarim, duke proceduar penalisht 2 shtetas që u kapën me euro të pa deklaruara në pikat e kalimit kufitar. Ngjarja e parë u regjistrua në aeroportin Nën Tereza, ku gjatë kontrollit të imtësishëm, shërbimet kufitare zbuluan 240.000 euro të fshehura në bagazhet e një 36 vjeçari nga Kruja. Sipas autoriteteve, ai tentoi të fuste parat në Shqipëri pa ndjekur procedurat ligjore të deklarimit, duke shkelur rregullat e qarkullimit të hollave në kufi. Shuma u sekuestrua menjëherë, ndërsa materiali u dërgua për hetimet më tejshme në prokurorinë e Tiranës. Rasti i dytë u evidentua në pikën e kalimit kufitar Kakavi, ku një 54 vjeçar me banim në Elbasan tentoi të nxirrte jashtë vendit 22.250 euro pa i deklaruar. Pas kontrollit, policia sekuestroi shumën dhe njoftoi fillimin e procedimit të tij në gjendje të lirë për mosdeklarim të parave. Dokumentacionet përkatëse janë referuar në provërinë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër, e cila do të vlerësoj vijimin e hetimeve. Autoritetet kufitare theksojnë se kontrollet ndaj fluksit të pasurive monetare në kufi do të vijojnë me intensitet, ndërsa paralajmërojnë se çdo tentativë për të shmangur deklarimet e shumave të mëdha të hollave do të përballen me masa të menjëhershme administrative dhe penale.